Në Shqipërinë e izoluar të Enver Hoxhës, ku populli jetonte me tollona dhe çdo kontakt me jashtë quhej tradhti, kontrabanda e cigareve ishte pjesë e ekonomisë së fshehtë të shtetit. Jo kontraband rrugësh, por kontraband politike. Cigaret nuk lëviznin rastësisht. Ato qarkullonin përmes marrëdhënieve të fshehta me disa shtete kyçe. Me Jugosllavinë, kontrabanda zhvillohej kryesisht në zonat kufitare. Cigare perëndimore hynin përmes kanaleve informale, ndërsa Shqipëria nxirrte produkte strategjike, minerale apo mallra të ndaluara zyrtarisht. Kufiri ishte i mbyllur për popullin, por i hapur për interesat e regjimit. Me Italinë, rruga kryesore ishte detare. Porti i Durrësit shërbente si nyje e heshtur, ku përmes anijeve tregtare dhe linjave zyrtare hynin marka cigareje që më pas përdoreshin për tregti të fshehtë ose për privilegjet e nomenklaturës. Me Greqinë, kontrabanda zhvillohej kryesisht në jug. Rrjete lokale, të toleruara nga shteti, përdornin kalime të kontrolluara nga strukturat e sigurisë. Ajo që për qytetarin ishte krim, për shtetin ishte marrëveshje. Në qendër të gjithë kësaj qëndronte sigurimi i shtetit. Asgjë nuk lëvizte pa dijenin e tij. Ai kontrollonte rrugët, njerëzit dhe fitimet. Kontrabandistët e pavarur dënoheshin në rënd. Kontrabanda e miratuar quhej interes kombëtar. Cigaretë shërbenin si valutë, për të blerë teknologji, për të paguar shërbime sekrete, për të mbajtur gjallë një regjim që zyrtarisht refuzonte tregun e lirë, por praktikisht jetonte prej tij. Paradoksi është brutal. Regjimi që fliste për moral socialist ndërtoi një ekonomi hije ndërkombëtare. Regjimi që izoloi popullin bashkpunoi fshehurazi me fqinjet. Regjimi që dënonte kontrabandën e drejtoi vetë atë. Prandaj kur sot flasim për rrënjët e kontrabandës shqiptare, e vërteta është kjo. Ajo nuk lindi nga kaosi i tranzicionit, u krijua si sistem, u mbrojt nga shteti dhe u trashëgua nga diktatura. Kontrabanda e cigareve në kohën e Enver Hoxhës nuk ishte devijim, ishte politikë e fshehtë shtetërore.